Të nderuar Arush e Arusha, miqe Mikesha, mirë se vini në një tjetër takim të Olti Curi TV në YouTube. Faleminderit shumë ju që bëni subscribe, okay? Dhe merrni vesh të parët kur dalin videot aty. Mirë pra, ne sot do flasim për 2-3 gjëra të vogla nga Bigu i Kosovës dhe bëjmë lëmsh edhe me Bigun e Shqipërisë. Miri nuk kishte telefon, pra nuk kishte telefon, kishte diçka tjetër. Ne prisim nga Miri ta bënte lec Selinën pasi mori vesh të vërtetat dhe çfarë kishte thënë babai i saj, por jo, ai ka zgjedhur që ta vras me pambuk. Po pse? Pse? Perché? Ma perché? Pourquoi? E dim ne pse. E din Olti dhe ju a thot ju. E ndërkohë, ke marrë vesh Limi, ka marrë jo pak, po për 2 javë brenda shtëpisë së Big Brotherit ka kërkuar dhe ka marrë 20.000 euro. Edhe pse i ka pëlqyer loja dhe ka ndenjur pak më shumë aty brenda, por Limi bëri një postim që hoqi më njëherë ç'a ishte ai, për këtë do flasim sot. Por, duke qenë se jemi një emision që respektohet, ne kemi siglën. Ky është takimi në Olti TV. Do vjetem unë, do jesh dhe ti, o sa bukur, doli mirë. Ky është takimi në Olti TV. Do të flasun, do dëgjosh ti. Po për çfarë do të flasim sot? A ka ngelur gjë pa folur bashkë në takimet tona, ka ngelur sepse kemi 2 Big Brothera me një herë. Dhe gjëja që është diskutuar më shumë në ditët e fundit është pikërisht fakti që nuk e di pse, po në Bigun e Kosovës u menduaj që ka telefona. Jam dëgjuar si zhurma brenda xhepit të Dolçes, janë zbuluar disa forma të veçanta dhe me sa duket njerëzit duke kërkuar telefona sa ndej këtej, thanë po ky Bigu i Shqipërisë, pse s'pas ka telefon ky, e ka një telefon aty brenda dhe telefonin e ka pikërisht Miri. Unë shfrytëzova rastin, ma sollën në fakt video, si shumë video, që më sillni ju, reporterët e mi të besuar, ashtu dhe, si bëhet zemra? Kështu, ashtu dhe, më sollën një video ku duke që Miri linte një gjë të zezë kuadrate tek divani, ku e kam unë divanin këtu, dhe më pas lëviste, herën e dytë erdhi dhe zhyti thellë. Por, ne zbuluam në një foto të mëngjesit të nesërm pas prajmit, ku pam që ai ishte një këllëf që mbante duhanin. Ka shumë dje me vajza që kanë zgjedhur për ta pirë bio, duhanin e kanë të dredhur. Është një paketë e vogël, që fakt duket me një telefon, në formën e telefonit, dhe aty brenda mbahet duhani, mbahen letrat e duhanit, mbahet dhe filtri vogël kur ai dridhet. E sqaruam këtë histori një herë mirë. Në qoftë se ka një telefon dhe do bjerë telefoni, po për momentin ajo që pa me sytë ton, për t'i dhënë Cezarit, çfarë është Cezarit, është një kuti duhani. Mirë, për të qëndruar më pas, për të rikthyer, pas prajmit, pasi ai hapi kutinë e Pandorës, ne menduam që Miri do e bënte leck Selinën, sepse dëgjoj me veshët e vet se çfarë ka thënë babai Selinës. Drejt me thënë, pasi dëgjon gjithë ato fjalë, njeriu sa nuk i pëlqet shpirti, sa nuk i pëlqet zemra në fakt fare. Por, me çfarë ndodhi? Ndodhi ajo tjetra. Në fillim pati pak tensione, po sa më shumë ai shikoi kuriozitetin e banorëve që u afruan në darkë pasi mbarojnë prajmi te krevati, çfarë ndodhi, çfarë thanë andej këtej, si çukapiku që shkonin dhe thonin nxirre, Miri i thiri kapllоqes. Miri i thiri mendjes dhe tha me vete. Gjithë ky interes i banorëve për kutinë e Pandorës, për atë që më është thënë studio, për atë që kam dëgjuar si shpërblim, si premium, pavarësisht se pastaj e mori penalltin. Te kutia Pandorës kështu është, merr një shpërblim, po merr edhe një penallti. Tha, ore, është kollajt i themu Selinit, si këterë largohu zhduku. Por, a më bën punë fitores time, apo jo? To be or not to be? Të jesh, a të mos jesh, ka thënë Shakespeare. Ta kesh, a mos ta kesh Selinën, thot Miri. Miri dhe Shakespeare vjen një moment që bëhen bashk. Jo, a i vendosi që me njëherë pas asaj nate, ti rikthehet marrëdhënies me Selina dhe ti thot, ty të dua këtu, ti e princesh, ti e mbretresh, ti e pra të kthej situata si që ishte njëherë një kohë. Nuk e di unë, a do vi momenti kur Miri t'ja thot vërtetën Selinës, dhe ti thot, dëgjon, kam dëgjuar këtë nga baba yt.
Si do ja bëjmë? Por, mund tjetë edhe kjo tjetra. Cila është tjetra? Tjetra është që Miri ka vendosur që Selinën ta vras me pambuk. Pra të sillet aq mirë, sa që kur vajza të dëgjoj videon se çfarë ka thënë babai i saj për lidhjen e tyre, që dënon me të madhe dhe shan Mirin, ajo të thot turp të kesh baba. Po, turp. Dhe unë midis babait natyral edhe baba Mirit, unë zgjedh Mirin. A thua tjetë kjo mendja diabolike e Mirit dhe prandaj po bëhet mjalë të qumësh, mjalë të lule me Selinën, që ta vras me të mirë të hy në gjak si sheqeri, që është ndërohet më pas në diabet. Pra, Selina është mes dy zgjedhjeve. Është bërë sa historia prindi 1, prindi 2, pa e ka me babi 1 dhe babi 2. Babi 1 natyrori, babi 2 është Miri. Kështu që, zgjidhet dyshim me sa duket. Këtë pretendon Miri. Miri i vështiri. Për shkuar më pas tek bigu i Kosovës dhe është i personazh i cili e tronditi shtëpinë atje, pak ndenji, disa ditë ndenji, por aq sa ndenji. Në bisedë si për fola me një mik gazetar dhe menaxher, thash, aq sa ndenji, limi edhe parat kishte kërkuar, duhet ja kishin dhënë ato të produksionit, tha, Olti, stop, unë kam një informacion. Limi është të paguar. Sa është paguar, thash unë. Edhe ai tha, nuk ta them. Okej, po ta them. Nuk më lodhi fare. Limi për 2 javë qëndrim në Big Brother VIP Kosova ka kërkuar 20.000 euro dhe me një pazar të vogël pak a shumë produksioni ka arritur aty dhe i ka thënë, po, ti do marrësh 20.000 euro dhe qëndrosh 2 javë. Por, në qoftë se ty të pëlqen qëndrosh më shumë, ti mund qëndrosh aty, se harrova të heq duart. Këtë më tha i miku im në Confidence dhe unë Confidencat i ndaj gjithmonë me ndjekësit e mi që kam këtu në YouTube. Faleminderit gjithmonë që më bëni subscribe dhe bëhet shumë kollaj subscribe. Kush shkruan këtu në ekran subscribe, klikojini dhe jeni miq në Olti Curin në YouTube. 20.000 euro për qëndruar 2 javë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, Big Brother VIP Kosova, më falni, te Kosova 20.000 euro ka kërkuar Limi pavarësisht se loja ka pëlqyer, normalisht se gjeti Dolçen, u rikthye Alba, nga pak edhe Benita sikur ashtu, muhabetin nxorri muhabetin, llafin nxjerr llafin, puthja putjen, krevati krevatin, dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që qëndroi më gjatë se sa 2 muaj dhe mendohet se pikërisht ka futur në xhep shumën e mësipërme. Por, çfarë ka ndodhur? Në momentet e fundit që po flasim, para 2 orësh, pak a shumë, Limi në një nga zonat më luksoze të Tiranës, Buzliqenit, postoi një foto nga apartamenti ku ndodhej, ishte duke ndjekur bigun e Kosovës, dhe e zhduku më njëherë postimin e tij, unë e kam këtu për ju. Postimi është me fjalë me pull të kuqe, që unë nuk mund t'i them, po do zgjedhim sinonime. Pra aktin seksual do e zgjedhim me fjalën shkep, që përdoret zakonisht për tavolina, dhe pak a shumë ai drejtohet Ludolis dhe Labinotit dhe thot, keni gjetur atë duke i drejtuar një femre që e shkepni te kati 2 në fund, dhe e bullizoni. Por, mos harroni se do ja bëj keq. Po e them me fjalë, me sinonime për të mos thënë ato fjalët që janë përdorur në postimin e Limit, i cili u zhduk me një herë. Shumë misterioz ky postim. Megjithatë, kam përshtypjen se diçka pritet që të ndodhë, sepse mu duk me shumë nerv, mu duk me shumë grind, dhe Limi nuk është nga ata që poston e në rrjetet sociale, e ka hequr, mund ta ketë hequr që të mos bëhet më shumë në flaka e madhe, edhe pse mediat e morën edhe portalet do fillojnë diskutimin shumë shpejt, ashtu si dhe unë tani në këto momente, por kam përshtypjen se është një telenovel që do ketë seri të tjera.